Në kuadër të turneut artistik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ansambli kulturor Trojet nga Winterthur i Zvicrës përjetoi ditë të veçanta të mbushura me aktivitete kulturore, takime vllazërore. Ansambli ndodhej në New York, ndërsa me ty korrikutoi drejt Detroitit ku mori pjesë në festivalin e Lahutës. Përveç pjesëmarrjes në festival, anëtarët e ansamblit kanë zhvilluar takime në shoqata dhe grupe artistike, si me atë që kishin një vizitë dhe takim vllazëror me grupin artistik Nora e Kelmendit në New York. Takimi u karakterizua nga një atmosferë ngrohtë miqësore dhe plot emocione. Për disa orë artistët e dy ansambleve nuk kishin vetëm përfaqësues të dy grupeve kulturore, por bën një familje të madhe shqiptare të bashkuar nga dashuria për kulturën, traditën dhe identitetin kombëtar, duke dëshmuar edhe një herë se arti shqiptar nuk njeh kufi. Një mirënjohje veçantë i shprehen koreografit Sebastian Tinaj për angazhimin, profesionalizmin dhe frymën e bashkëpunimit me gjithë anëtarët e grupit artistik Nora e Kelmendit.